do shta nxiti që LDK të mos marrë fare pjesë në votim, duke pasur si arsyetim një pikë të cilën ata nuk e përfshin në atë deklarate që ishte zbardhja e gjitha vrasjeve politike. Si e pat ju këtë? Mendoj që rezoluta ishte e qëlluar, ndonë mendoj që është dashur të jetë pak me prerë, me qartë, pak me goditse. Tjetë më e fuqishme. Me e fuqishme, absolutisht. Pse e them të? E them sepse është evidente që ka përpjekjet prokurorisë për ta revidu, për ta rishkru atë që ka ndodhur gjatë vitit 98-99, ta zëm, po marr vetëm një shembull, dy pohime të prokurorisë. Thotë, zoti Selimi ka sulmu postbllokqet policore, ose zoti Veseli dhe tha që i kanë shkuar në Shqipëri për të marrë armë. I përshkruan në formë inkriminuese. Këtu nuk ka asgjë inkriminuese. Ka qenë luftë, ka qenë faza e fundit e dezintegrimit të Jugosllavisë, dhe është gjë më normale që zoti tha që dhe Veseli shkojnë në Shqipëri të marrin armë, ndërsa zoti Selimi sulmoi postbllokqet policore. Çka ka këtu inkriminuese? Por këto dy pohime që